Mirë se erdhe në Foqip Show. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Lorena. Mirë se u gjeta. Ju Para- përshëndes gjithë. Faleminderit. Para sa viteve ke qenë? Para 6 vite. 6 vite mbrapa, çfarë ndryshimi Loreni rrit, a? Jam rrit. A ke më emocione sot apo herën e parë kur ke qenë? Jo, herën e parë kum pas më shumë. Ke pas më shumë. Qtash- Tash domethënë më lehtë, më Ca vjet i ki pas atëherë? 16 vite. 16 vite. Shumë e re. 6 po absolutisht. Se interesant është mas 6 viteve Lorena. Si kanë qenë për ty tash këto se para 6 viteve të kemi pyet për ato 16 vitet përpara. Po, Tash prej atë 16 vjet që ke qenë këtu, deri më sot i bjen me qenë 22. po. I gëzofsh, si kanë Faleminderit. qenë për ty këto 6 vite? Qtash studioj. Jam në vitin e tretë në Fakultetin Pedagogjike në Zürich, Pedagogische Hochschule Zürich. Mhm. Edhe po qtash kum hin vitin e fundit, kam e përfundu inshallah. Për mu bo mësuse. Mirë, po për më bësuse. Pse ke zgjedhë këtë drejtim? Se kam shumë qef, kështu për herë kum ditë se du me shku në drejtim sociale, me njerëz, kam qef me punu me fëmijë. Mirë kuptona me fëmijët. Ke dëshirë me punu me fëmijë? Po. Ma mërë mene ti ke me bo shumë fëmijë kur të martohesh. Pse më nën? Po të apo ke qef? Kam qef, ama jo për të shumë. Jo qatë shumë për në shpi. Nëse me bo 5-6-ta? Jo. Shtë mërë jo? Jo. Pak si shumë. Tash edhe një vjet Ka tani kalua jo ku, me 5-6. Tash edhe një vjet tani mundesh me punu si mësuese këtu në Zvicër. Po. Që këtë vite përfundoj edhe ja nisi. Edhe tash para pak kohë e kemi përmend parës ti ki vendos me shku në Afrikë, u kanë në rreth studimeve ajo organizu, ma që shka funksionon? A kanë rreth studimeve, ama s'ka pas shumë zgjidhje për mua dhe për shoqen time, kum kanë me Agnesa Ahmeti, Edhe ajo shqiptare. edhe ajo shqiptar për shqip e përshëndes. Agnesa Ahmeti. Normal. Po të dyja të kena shku. A jeni tut më i Loren, përveç se keni shku, pa jeni tut, a keni shku veç ju dyja apo keni qenë me hiç shkollën? si na tut. Jo, veç na dyja kena shku. Veç ju Kena dyja vetëm? organizu vet. Veç ju dyja vetëm? Po. Okej, veç shpejt, për fillimit. Po. Ju vetë keni ble biletën e aeroplanit, edhe keni vendos me shku në Uganda, kjo nuk u ka në organizum diqysh për një shoqate ose për Jo. një firmë? A u desht me bat praktikën, e kena pas pe fakultet kështu Detyrum, u kanë... detyrum, po. Ama kështu pe fakultetet na kanë dhënë zgjidhje me shku në Angli ose në Irland. Po. Edhe neve na u duk pak si se di për herë kena desht me vuni mu Regjia, njerëzit. emri dikuj tjetër aty në sfond, është emri dikuj që s'është prezent dhe nuk e aty në qoftë sa shikojeni pak, te fotoja që sapo nxorët. Jo, nuk është shoh, lexojeni emrin pak më se realisht. Ajo është autoria e këtij artikullit në 20 minutën që e ka shku. Ajla? Po. A kemi drejt me e publiku? Po Kjo se është publike. publikume, a? po, Ama kjo është- emrin edhe të gazetares apo jo? Po, Po, është edhe ajo e publike. Ajo publikuar. Okej, që bukur. shtur... Atëherë kur vazhdojmë. publikohet Mendova mos e keni marrë privat për një Facebooku diku. Jo, jo. E shoqja jeme është ajo, Ah, ajo okej, na ka super. vetë. Bukur. Do më thanë është e detyrume rreth studimeve, me bu Po. një muj dikun, edhe ju keni pas opcionet ja me shku në Irland ose me shku në Angli, Në Angli, e ju po. keni thënë na po vendosim me shku në Ugandë. Po, ne kena Qysh erdhë kjo ide? kena dasht vetë me organizu, atë kena ditë për në fillim. Ku kena me shku, ma në fund se kena ditë normal për fillimit, ma kena dasht me bo një eksperiencë kështu të veçantë që a thot e veçantë? Po, Po e është veçantë është, po absolutisht. Po. Të veçantë që s'kena përjetu kur një herë, ose që s'kena me përjetu as një herë në jetën tonë. Edhe për që ata e vendosëm me shku në Uganda, unë e kum njoft kështu shtetin e kum njoft, ama kur s'm ka ardhë menja se kam me shku në një herë atje, ose po kam me dhonë shkollë atje. Edhe a konë shumë interesant se kur e vendosëm, unë edhe Agresa kina pas menimin e njëjtë, edhe kina pas për qef me vunimu njerëzive me dhonë shkolla atje, edhe me ndryshu diçka. Po. Kështu, Me pas një përgjithsi. efekt pozitiv. Po, me pas të- një efekt të njerëz të pozitiv. nevojshëm. Qashtu. E tash keni marrë kontakt me një organizat, me një institucion atje në Uganda dhe keni informu Po. që po vini? Po, nuk ka konë bash organizat, kështu janë në internet që shtu shkrujtë se janë organizat, ama ishte direktori i asaj shkollës, që
e ka pas atë organizatën, kështu si ishte më shumë si me fol me një privat person. Aja është Afrikani i Ugandës. Po. Nuk u kanë për një organizatë Jo, ajo konë ndërkombëtare. bashkë pi atje, po, pi Ugande. Edhe i na marrë vesh me ata. E që që keni gjetë atë njeri, se më duket interesante. Keni gjetë një njeri Afrikan i Ugandës, e Po. keni kontaktu, edhe keni thënë që keni dëshirë me shku atje me një mu diçka. Po, e kina kërku aty në internet, për ne a kanë shumë me rëndësi mu kanë edhe e sigurt për femën përgjithësi, se ku me ditë ku shkon edhe në Evropë, ti ki qef si femën mu kanë e sigurt. Amo ku e gjete sigurinë të personi që e keni kontaktu tash? Kjo është ideja, se ti ke kontaktu një person që se keni ofë. Bërë shirë të madhe, kom vetë edhe ChatGPT-n, kom këshyrë, ka pas si review, qirve studenteve ose qirve njerës që kanë shku të ajo shkolla që kanë imu, edhe kitë kanë pozitive, kështu që na u vendosëm edhe Se shumë mire ki thënë si grue, si vajzër, Po, me po. shku vetë në Barcelonë, duhet me këshyrë se ku hec atje natën. Absolutisht. Po, jo mo në Ugandë. Në Uganda që është një vend. Tash ideja është që lidhur je me mamin tëtë, se me babin nuk e di sa e lidhur je, po me mamin shoh që je lidhur, atë lejoj mami me shku atje, tha mami shko mos shko tash, kjo është ideja. shumë u kanë, si me thonë, shok. Po. Shok u kanë se të dytë thanë po, shko pse ju, Shko. po. Okej. Kështu që edhe me Agnesën e patëm qatë mohabet, se edhe prindet e asaj na kanë thonë, po pse ju, Edhe asaj shko. Okej. Po, edhe na u çuditëm se na njëherë u menum si kina më vëkallzu aty, ne Po. na shta nuk na lajnë. Po qështu, ka diskusion. Unë kujtova se ka me pas një diskusion shumë atë madhe në shtëpi. ama Okej, s'ka si të ishte jeta në Uganda, Lorena? Çfarë jete, çfarë të duk interesant, çfarë të bëri për shtypje, qa mësove nga kjo vizitë një mujor atje? Unë kesh Naugalo Primary School, ajo është afër Mbale, është të iki e ka pas ai veni emrin. A është kjo shkolla që po flet? Po, kjo për mena këtë janë... Shikolla, çfarë shkolle, çfarë kushtesh, Po, kur ki shku atje, ku keni najt? Keni pas hotel, apo që janë? Jo, kina pas guest house. Që janë standardet, apatet e rrym, apatet... Po, kështu për rrym kina pas. Normal, ne që kina ardh, i kina ato kushtet për me pas rryme dhe... pra për turistat, për mysafirët ka kushte. Po, po, Për ata vetë, varet. Kina pa edhe kështu, që tash këtu që kina dhanë shkollë, këto janë kanë ato që bash s'kan kur një sen. Fëmijët s'kishin as çanta, s'kishin lapsa, libra, na kur erdhëm, i morëm pi parave tona, edhe u kina blet me spari libra edhe lapsa. ideja është që s'ka nuk kanë të ardhur me i ble, apo atje s'ka fare për me ble? As të dyat. E ku i blet ju kur vendosni në ndihmë? Na shku në qytet, në Bale, që aty ku kina nejt, aty kishte kështu plot dyqane. E qyteti prej këtij vendit këtu sa është larg? Ishte një gjysë sahati Me makinë. me makinë. Po. Kush ju lëvizti juve me makinë? Ne shkojshna me direktorin, se dhe ai rrite, nuk rrite Te bashkë qyteti. një kiki, po. Jeni marrë vesh në gjuhën angleze? Po, në gjuhën angleze. E që shukon tani siguria atje? Keni pas far bodyguarda, polica? O, në fillim s'kina pas kur një sen. Në guest house, ama aty ishte, si me thonë, hyf i gishtë sforë. Shpesh? Po, shpesh, s'pom tek. Shpesh kishte securitas, edhe rishin aty para me pushk, para dyqanit, para guest house. Njëherë në erdë pak si trishtim, se nuk e kina ditë për shka janë Për mi mbrojt juve? këto njerëzit, ama këto ishin për mi mbrojt, jo veç neve, po më do këtë se cëllin. Edhe na e kina pas para guest house-it një security, kështu që na i na ndje shumë sigurt E në atë guest house. kur keni mrit tani në aeroport, atje ka ardhë ky direktori me ju marrë? Ai ka ardhë me na marrë. Edhe direktori jeni na kon, do më thonë, ajo kon pak si në përgjësi për mi mbrojt juve, mi Po. rujt? Ai edhe për herë na qetë në shtëpi, edhe na mirëte se vetë me hec Që shukon kishte mik pritja? mundësi. Ajo kanë prit mirë? Ajo po kanë shumë respektu? mirë. Fëmijët janë gëzu shumë. Fëmijët janë gëzuar shumë. Po,
një muaj që keni qëndruar atje, me çfarë jeni ushqy? Çfarë ushqimesh ka atje? Si keni jetuar se realisht kur shkon për një shtetje si Zvicra atje, pastaj ushqimi ndryshon, kuzhina ndryshon, Standardet standardet higjiene. e jetesës apo higjiena, gjitha këto ndryshojnë, realisht Po. është pak problem. A keni pas problem këtë pjesë apo jo? Jo se na nuk kena, si me kallzu, A keni marrë bukë me veti? mami mu kur herë s'm ka las dru. Okej. Kështu që ka pas normal edhe supermarket edhe kina ble edhe aty të një herë për me ndryq diçka në atë guest house. Ama për drek kina hangër me fëmit, kina hangër shpesh uris me grosh, se të na, pasol. Po kina hangër me fëmit. A kishte edhe një kuzhinë, duket se kom Po. shuni foto. Aty është kuzhina, si e baj, kishte njerëz që ishin përgjithësi, që kishin përgjithësi për bukën edhe ato na gatushin neve. Edhe puna juaj atje u kon, me dhanë mësim, po plus edhe kështu në kohën e lirë jeni marrë edhe me bamirësi, keni ble materiale, Po. keni investu. Normal ne kena pas për shkollës, për fakultetit, ato na kanë dhënë detyrën për me dhënë mësim atje. Kështu që ata e kena bën për shkak shkollës, ama normal edhe pse kena pas qef, se na kena zgjedh funit këtë vend. Shkollën keni dhënë në gjuhë angleze apo jo? Po. Mësimin e keni dhënë në gjuhë angleze. A Gjuhë kuptonin angleze. kuptonin fëmijët anglisht apo jo? Këtu na që na kanë kuptojshin, po, Mhm. ma të voglit s'kuptojshin shumë mirë, Kuptonin, po. ama prap do të më thonë shumë, unë për shembull në Zvicër s'kom pa fëmijë me 2 vjet me fol 2 gjuhë edhe anglisht edhe atë gjuhën lokale që e kanë pas. Se Okej. folshin Luganda. Gjuha atje që folit. E anglishtën që kanë mësu, është si gjuhë standarde në Uganda apo vetë? Ki është qytet që ja kanë e kolonizume për anglisë. Folit edhe anglishtja atje, Po, e din pak a Për që shumë. ata kanë shumë edhe kulturë angleze kanë marrë. Okej, Lorena, kjo është klasa, pra, domethënë kjo është një ndër klasat e shkollës tyre. Po, ka pas plot klasa. Tani kjo është muaj, çfarë muaj është ky? Korrik, gusht, çfarë muaj e kon? Jam shumë i me muajt juni, Qershor. Qershor. i qershor. Okej, tash në qershor fëmijët kanë qenë kështu në shkurtra, në majica të shkurtra, edhe në treçerekshë, pra kështu Po. që jetojnë. A kishte kushte për dimër, pra kur është ftohtë që a bën ftohtë atje dimër? S'bohet ftoft. Tanë vite. S'bën ftohtë atje. Po, ama interesant Është ke është shumë koha tropikale, kështu që bite edhe shumë shi. Edhe kur bite shi, ishte normal hala, ishte për mua ishte ngrohtë, se ishte 25 gradë. Për këto fëmijët ishte ftoft kur bite shi. Ishte ftohtë për Po, fëmijët. edhe i veshin xhampera, pate. A mujtë me mësu Loren tash ti ke shku me mision një muaj, ke shku ju ke ndihmu, ju ke dhënë mësim, ju ke çu ndoshta me ju ke ble gjëra dhe me hangër, ju keni bler. Pas ikjes juaj, kush u merrte me këta fëmijë? Kush i mësonte, kush ju ushqente, kush ju blente apo gjithmonë kanë pas kështu jetë, e kanë jetën e vështirë kështu? Duhet me explicate. Me Duhet spjegu. me spjegu po qashtu. Gjysa janë kon jetima, kështu si kanë nejt në shkollë. Pra janë jetima gjysma këtu. Po, gjysa fëmijëve. Gjysa ishin për aty venit, aty lokal që ja kanë, taj fshatin nga që ja kanë, edhe normal, gjysa shkojte në shpe, e kanë prindrit, ja punojshin, kishin me punu, se plot ishin farmer. Buq. Po, Buq si kanë punu. po, edhe normal gjysat rrite aty në shkollë, e kishin edhe një vend për me flejt. Tash, keni dhanë mësim, edhe keni ble shumë materiale për mjë animu, financiarisht, fletore, çanta, e kemi padu fotografi, Po, po plus keni ndërtu edhe një bunar. po. A është e vërtet? Si erdh kjo ide me bo këtë vepër? Se di, tu kon ma djatë atje, tu përjetu ma shumë me ato fëmijët, në erdh ideja tham, pse mos me mbledh dhe një Po. donacion. A ka video regjia apo nuk ka video? Po, Kjo okay. me Shafikin. Faleminderit regjia. Do të Faleminderit regjia. Keni mledh pare
Për me ndërtu atje diçka. Po. E ku I keni mbledh këto para dhe qysh? I kina mbledh vet, Online? I kina bo me Twint, ama ne kina ditë se me I qita atje pi banke, mund pak me në nxjerr, ama I kina informu. Mashallah, Krejt në Instagram. Shumë çfarë rrumullaku. Çfarë rrumullaku. E tani atje me Western, Zot ruji, do sa më thënë me gjinof. një institucion që keni mujt me nxarr parat atje në Uganda. Po, I kina informu, ama njerëzit janë konë dakord me na çu kështu pare. Edhe I kina dokumentu, unë I kom postu edhe krejt që I kina... Faturat. Po, fakturat, si kom kalkulu, që ta shohin se na nuk kina... Përfitim. Nuk kina hiç përfitim, për ne me kina shku që aty... E tani, se për me kuptu pak a shumë, mas pari, ideja me ndërtu një bunar ju erdh atje, se keni pa ka nevojë ajo shkolla, institucioni, edhe keni mbledh pare, njerëzit që I njihni këtu në Zvicër, edhe pak keni investu vetë. Po. E tani atje, për sa kohë keni mujt me ndërtu, edhe qysh keni kontaktu ato njerëz që ju kanë mu, edhe sa ka kushtu pak a shumë ta din njerëzit, sa duhet? Na erdhi ideja se na mlodhëm boll pare, për me ndresh një bunar. Kështu që ai direktori, ai kishte kontaktet, ai organizoi krejt, na veç ja kena dhënë paret. Edhe e ndreqëm, kështu ai bunari një 7 ditë. Okej. Ku ka pas për mu ndreq, edhe kina ba bunarin me pump, se për një bunar ma të mirë, prap s'kina pas boll pare. Edhe për që ata me ato pare të fundit që na metën, na erdhë mas e një idea me bilet qanta, se bash na shkoj. Mi bo të dyja. E kush I ndihmon tjetër këta? A ndihmon, a kanë të ndihma prej tjerëve, apo prej njerëzve tjerë, apo prej shteteve, apo prej shtetit, apo ku diun? Puna është, unë si që kom marrë vesh, si më kanë kallëzuar edhe ato mësues që punojnë atje edhe njerëzit, ai shteta shumë korrupt. Kështu që ka edhe njerëz që janë shumë të pasur, ama ka edhe njerëz si këto që jom konone. Edhe për shkak asaj, unë për herë tham, kur ki pare, ti mund se cëllin shtet mi pas kitë kushtet. Veç shteti Uganda politikisht është stabil, apo kanë konflikte të mbrëmshëm? Kanë do këtë edhe konflikte, ama qaq mirë atë sone nuk I di, veç shkam kanë kallëzu edhe shka kom bo pak resheshe. Interesant u konë, kur I na konë na, janë konë zgjidhjet, a thot vale? Zgjidhjet politike. Zgjidhjet, edhe I kina pas si I bojnë ato protestet, edhe shumë interesant u konë mi këshy se mi shiqu, se këtësejshin, e bëshin si fest. Edhe shumë respekt kanë për presidentin. Se kur kem na, të Kryqëteti, ditën e fundit, kur e kina pas aeroplanin, a konë presidenti bash aty, ku I na konë në kamp, atje nga të Kampelas, ajo Kryqëteti. Ka udhëtu atje, apo? Po, ka udhëtu atje, edhe I kishin rregull që kur vjen presidenti, krejt nalen, dritat I nalin, kjerët I nalin, qështu na kallëzoi ai direktori, edhe kina pa, edhe ajo ke për shkak respektit që e kanë. A mo është demokrati, është diktatur, se unë nuk e di fakt, që është situata politika atje. Se di asone bash. Qendër shëndetësore për këta fëmijë? Qendër shëndetësore nëse smuret dikush me tyre, spital diçka, Jo. Jo. Nëse smuret dikush si mund të me apo vetëm me kështu me Ja me njoftim ose s'ka. Po s'ka ose kur ki boll pare. Tash a kimo kontakt me njerëzit nga Uganda? Po me direktorin normal, se ai ka pas telefon, edhe kjo ka një sen, fëmit kishin pa shumë telefona, kështu që në kur va kallëzesha diçka në telefon, ose ato Snapchat filter, shumë I kishin qef edhe u çuditshin, kur vu dilshin do vesh, I pekshin, thëshin shka kjo. Edhe ajo kon interesant, kështu që veç me direktorin kam hala kontakt. A keni nërmen me shkua për dikur në të ardhmen? Unë kam qef me shkua dhe njëherë se
se di, nuk du të menojnë ato fëmijët se që kum ka një herë, edhe më s'po shkoj. Po edhe mos me shku prap, mirë ki bo diçka atje, domethënë ki bo ma shumë se sa shumica e njerëzve që jetojnë këtu. Ki shku, ki ndërtu diçka, ki Po investu. shpresoj që ashtu, po. E tash tjera projekte në bamirësi, a kin plan diçka me bo në të ardhmen? Përveç Ugandës. A Përveç don me vazhdu Ugandës. këtë drejtim apo u ka një eksperiencë edhe? Unë normalisht shumë e du hala muzikën, kam qef me bo diçka me muzikën, me kone sukses me muzikën, se unë hala besoj se muzikën mund shumë mirë me kombinu edhe me këtë profesionin që kam qëtash. Për shkak kësajna kam qef mi vazhdu të dyat. Bukur, kthehemi pak te muzika Lorena. Tashi 6 vite ke punu diçka, ke bënë një këngë, ke realizu diçka për vete, apo do me ju fut pak më intensiv muzikës tash mas shkollës, apo çfarë do me bo? Kam qef me praktiku muzikën pak më intenzive që tash ma shkollës, se i kom thonë edhe prindërve të mi, du me përfundu ma këtë shkollë, të bëgjëm konë shkollë. Nëse si mësuse për herë ki më konë shkollë, ama po kam qef edhe pak mu koncentru ma shumë në muzikë. Te muzika. Po. Okej, bukur. E ke dëgjuar Lorenën duke kënduar apo jo? Po. E ke dëgjuar? Ata kujtohet në emision kur u kanë. Ata dëgjojmë pak? Patjetër. Lorena, a do na këndosh diçka sonte apo diçka special? Me gjithë qef. Me gjithë qef. Me gjithë qef. Çfarë këngësh do na këndosh sot? Mora fjalë, Mora peshkuta fjalë. Fejzë. Peshkujt e Fejzës. Tjetër? Apo vetëm me këtë do më na? Vetëm këta. Vetëm me këtë. Ja, përpara se më na kënu para Mora fjalë, du me më këndu diçka tjetër. Pa muzikë kështu. Akapela. Ose pa muzika, kapela muj. Hare, nëse mundesh diçka se du këtë zërin tënd ka me marr diamanti me nxjerr në promo direkt për ta bëjnë promon e javës. Diçka anglisht, a shqip? Fol shqip, i shkon mirë në shqip diçka. Okej. Jam atje kur ashtë për tokë, kum ke godit mas ultim bot, jam e shishën e dashnis, tavolinën e mërzis. Jam atje ku theva keq, nga lista gjallëve, ku ti më ke heq, jam e troshat e dashnis, tavolinën e mërzis. Bravo. Lorena Vejadini. Faleminderit. Tash me muzike këna, do na këndosh një këngë Mora fjalë Lorena, edhe me knasi dhe me po durema, që është i thënë, me zi se më të prit për me një gjuhë këngën Mora fjalë prej teje. Se ke zërin realisht, ta kisha pas që të zonët Lorenës une, po me tim për mashkulli, kisha po në omin po të kalzej gjikant. Amo prej si me bo në omin edhe ti. Tash marrë që të shkollë shtu dhe vazhdoje se keme bo bum. Lorena, skena është për ty, kënga Loren, klop zemra, ma këno po shnonën e po muzikë dhe ja që të këngë Mora fjalë. Hajde herë. Atë pjesën me opera. Edhe që ajo me opera, nisja me opera, pasar nisja Mora fjalë, hajde herë. Qarkun me thurkang bash legendarit ti këndoj atë mjasharit ti këndoj. Bravo. Bravo Andri! Bravo gjigant! Ej, imagjino çfarë gjigant. Shumë furi je. Faleminderit. Bravo Loren. Hajde diçka tjetër, diçka ta përzim pak me anglisht se na jena toleranta vëlla. Po shqip jena po. Jemi moderna. Shqip po anglisht nuk ka, domethënë shqip po amerik nuk ka. Kështu që vazhdojmë mirë pak me anglisht nëse bëjmë diçka a cappella nëse ke mundësi. Po, tash mund ta kombinojmë anglishtën me shqip. Po. Be the one për Dua Lipës. Okay. Oh baby, come and let me get to know ya. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let
wanna chill down and run, 'cause I could be the one. Manzore në pension Dua I Lipën. could be the one. Manzore në pension Dua Lipën. Vazhdo. Will you be mine? Bravo qoftë. Lorena Beadini. Çfarë projekte keni plan për në të ardhmen me muzikë? Shumë, inshallah. Jo kam qef një me incizu dhe një kongë temën edhe me publiku ndaj kongë, me qitë një sen. Halat përgatit në s'ki kur gja, qëta për qëtash? Kom njës që tash e kom dresh pak një home studio, se kam qef pak ta provoj një herë vetë, mos t'ja shumë e mbarë me prej qireve, se... Edhe lypin shumë pare pa lidhje, të mujtë më bo vetë. Po. A do me vazhdu me këndu solo vetëm apo ke qef për bashkëpunime? Unë kam qef edhe me për bashkëpunime. Kush është që ke dëshirë me bashkëpunu me ta? A mund t'jes edhe shumë i famshë. Okej, mund ta thush. Jo, për këngëtarëve shqiptarë që janë, kam qef me Elvana Gjata, Tajna, Flori Mumajezi ka hupa, ma me konë kisha pas qef edhe me ta. Po Noizin e du shumë. Me fakt zëri jot është për Flori Mumajesin, producent. Për me bati bumë, me shku lartë dhe më lartë, me të marrë Flori Mumajesi ti bosh gjigande. Në qofë se keni mesazh përfundimtar me dhanë për shikusit, mundesh me dhanë. Në qofë se do me përshëndet dikan. I përshëndes ke qoqet e mia, familjen teme. Ju dua shumë, edhe shikuesit. Shumë faleminderit edhe ne të përshëndesim ty, duke të uruar shumë suksese me Duart Rokitja, unë big up from Andri. Faleminderit Lorena Beadini. Faleminderit Lorena, edhe një herë mos më del Lorena. Hajde edhe herë në studio Lorena, lutem. Edhe një herë për Lorenën. Shiko ç'a botlla. Mos e kput diamant, kështu male. Loren, e kam një pyetje që kam harruar me ta po. Okej. Për mbyllje është kjo. Është një pyetësor, pas kam harruar me po, mora është një pyetësor. E kam bërë një pyetësor për ty Lorena, kështu që masi thash natën e mirë. Rajhom marash. Gjëra në tjetër tak. A shef, këto gabime realisht ne nuk i hekum asnjëherë. Ne jena original, kështu që mos i hekim asnjëherë. Loren, është një pyetësor që drejt me zgjedh vetëm njërin, jo të dyja, a? Okej. I keni 22 vjet tash apo jo? Po. Fam apo dashuri? Dashuri. Dashuri. Playback apo live? Me zë të ngjirur, pra me zonë që kur a di kur kap gripi, e tash a me knu playback apo live? Live. Se unë shumë herë kom knu me grip, edhe ka funksionu. Okej. Kritik e mirë nga publiku apo kompliment nga ishi, s'po foli për isha, apo po foli për në kompliment nga dikush që ti e urren për shembull. Dikush që se kin qef, një person që nuk e kin qef, je i dhnu me ta, edhe tash a kishe dashur një kritik të mirë, pra kritik, me të kritiku publiku, apo me të livdu një njeri që ti je i dhnu me ta. Mbarët si interpreton, ama besoj dytën, në të më livdojnë. Me të livdu dikur që je i dhnu me ta. Okej. A e do në zonin si Adele, apo si Dua Lipa? Si Adele. Si Adele, okej. Shumë ndjekës, apo pak fans atë vërtet? Pra, shumë njerëz me të ndjekë në Instagram, me mira njerëz me qindra, mira me miliona, apo pak, por janë të vërtet fansa? Pak po të vërtet. Pak, por të vërtet. Okej. Kong hit, po pa tekst kuptim plot, pra dhe më thonë e bën një kong po tekstin se ka kërka, apo tekst i fort pa shumë klikime? Pra, një kong hit me tekst që s'ka kuptim, apo një tekst që ka shumë kuptim, po nuk ka shumë fama apo klikime? Normal e dyta ama mirë me pas pa kuptim, ama edhe pas mu kone keqe. Tash njënën të nëzirë, apo do në me pas shumë klikime pa kuptim, apo me kuptim? Me kuptim a mirë. Me kuptim e pa klikime? Po. Okej, bukur. Duhet me këngëtar të famshëm, apo këngë solo që
të ngjet në skenë. Pra domethënë, vetëm edhe del dikun kënon në skenë, apo duhet me një këngëtar të famshëm shqiptar apo të huaj. Do shta me dal vetë në skenë. Me dal vetë në skenë, okay. Publik që këndon me ty, apo juria që ngrihet në kam për ty. Pra, e kuptove se do të më ta shpjegu fakti që Po, juria dhe njëherë. do të thonë, a publiku i gjerë janë 100.000 vetë të këndu këngën tënde me ty bashkë, Po, që e din, apo juria që kur kënon ti qohen në kam për ty. Tash cilën kishe dashur ti? me kënu me mu. Me kënu me ty Po, që ato ajo famsa. bashkon. Okej, bukur. I dashur i bukur, pra me gjetë një dashur të bukur, Loren, apo një menaxher të zotin? Pra do më thonë, a ke në këtë moment, a ke më dëshirë për një dashur me qenë i bukur dhe simpatik, apo ke dëshirë tash në këtë moment me gjetë një menaxher shumë të mirë për karrierën tënde? Veç i bukur në fytyra edhe në zemër. Ha, ti i dashur, po të me ditë ti i dashur që shiko. Jo, i bukur edhe mu pa, por edhe në karakter do të më thonë, i dashur. Po, nëse atë në karakter. Okej. Se, Pra do më thonë, po ke dëshirë më shumë një dashur se sa një menaxher, apo? po, Okej. se unë se di unë punë të mirë e kam. Nuk kam do. Menaxher Ka me me punu. të marrë përsipër karrierën tënde, Aha, artistike. kështu. Po. Unë thash menaxher burr, kështu a burr kështu. Jo. Thash të një sukseshëm shumë. Menaxherin s'ke kur sa punë. Ah, Ajo është vetëm Karriera për ose karrierën dashuria? tënde. oh. A be kupton tash, a do një dashur a do një menaxher? Atëra menaxherin për ma. Menaxherin më merr. Iku i dashur. Okej. Koncert në stadium, pra ku ka 30.000 vetë, 40.000, 50.000, deri në 80.000, apo këngë në Eurovision? Të parën, Në stadium? po. Pse në Eurovision jo? Kisha pas qef edhe në revizion, ama se di, kur e kin stadium e ke arrit ata, mo, Okej. që ke dasht. Dëshiron të jesh origjinale, apo të ndjekësh modën? Originale. Origjinale, pra mos mu marrë me modën, se që shkon. Normal, kam qef mu marrë me modën, ama unë e tham për herë do të më pas edhe pak stilin tanë. Se atëre veç po shkon trendave mas. Dëshiron me këndu këngë dashurie, apo këngë hakmarrje, pra mu hakmarrë përmes këngës të dikush, me tekste. Me thonë idioti, keq, Jo, plaç, dashurie. dashurisë. Sëm përgan mu me kënu Okej. qështu. Okej. A ke dëshirë me pas një fans që dhuron lule, apo një që e bën tatu emrin tënd në trupin e vet? Lule. Lule. Okej. Lule. Ke dëshirë të këndosh në një skenë të madhe, apo me publik të vogël por i sinqert? Domethënë, në skenë të madhe, apo në një me performu para një publiku pak, por janë të vërtet që të adhurojnë. Atë pak për me. Pak. Okej. Jetë private e qetë, apo famë dhe thashëtheme? Pra, edhe i herë. Në qofë se zgjedhë me kanë shumë e famshme, si Dua Lipa, Po. e ki famën të një krejt bota, mirë po ka dhe thashëtheme për ty, gjithë shka folin për ty. Apo edhe një jetë qetë edhe privatësinë tënde. Të dyjat janë shumë e rëndësi për... Kështu, jo e famshme ko nuk ka me rëndësi për mu, po ajo Thashëthemi s'po të pëlqen. është bashk. Shkon me të këndimin, kështu që besoj për bajt famshme, se unë e besoj se mund edhe kur je famshme me mojt që ato senet që dënë. Kur je famshme thashëthemi ke sa dur, s'u në manë. Mujna me thonë që tash në për Dua Lipa, që tash i ka 3 farajira nikosisht. Ja thashëthemi na të bo. Ka me marrë të famshme, ama veç se për këndimin, jo pse... Ama kur ti je famshme s'nani për thashëthemi, ta dish. As do me tani se çka folin njerëzit për ty. Po, Lorena Beadini, të falenderoj shumë që ishe pjesë e Volship Show. Tash përcjellim për me duart rokitje mbi gafon. Andri, faleminderit shumë. faleminderit.